E pra të nderuar miqja, ku po vazhdojmë të takohemi në kanalin Monitor TV së bashku me mua Tirona Lilin për të ndarë ngjarjet më të fundit dhe dinamizrat në fakt që po ndodhin në shtëpinë e Big Brotherit. E prisja mbrëm, e prisja pafund nga banorët që të marrin mendime, të marrin përgjigje të marrëdhënies së tyre. Moderatorja Nevina Shtylla i bëri një pyetje shumë të ëmbël Eglit se si e mendon ti marrëdhënien jashtë. Mendoj që sinqeriteti tepërt i Eglit në disa raste shumë i tepërt. Ajo dha bindjen e saj, nuk e dha marrëdhënien sepse Egli nuk mund të ndryshon gjërat, ndoshta gjesti mund të jetë krejtësisht një tjetër gjë jashtë, mund ta mbajë në plumb të dorës, nuk i dihet, por përgjigjja që tha Egli ishte çuditërisht befasuese. Ishte shumë befasuese, ku dhe moderatorja Nevina Shtylla në këtë rast u befasua dhe priti me shumë emocion këtë përgjigje. Nevina e pyeti Eglin si e shikon dashurinë me gjestin jashtë. Unë jam munduar që këtë përgjigjen ta përmbledh në një shpjegimin tim që do kisha dashur ta ndëgjoni. Më falni. Në një nga mbrëmjet më të shumë pritura në Big Brother VIP Albania 4, ku gjithçka dukej se po shndrohej në një festë emocionesh, ndodhi krejt e kundërta. Ajo që nisi si një rrëfim i sinqert i Eglit Takos për marrëdhënien e saj me gjestin, u kthye në një moment reflektimi të thellë për të dy, por edhe për të gjithë ata që e kanë përjetuar dashurinë në kushte jo të zakonshme. Para disa javësh, publiku shqiptar dëshmoi një dasëm në shtëpinë më të famshme të vendit. Gjesti dhe Egli i bashkoi një betim i ndjerë, plot ndjeshmëri që në syrin e shikuesit dukej si një fillim i një dashurie të madhe. Ata ndanin premtime për qafime ëndra, të gjitha në dritat e kamerave dhe në vëmendjen e publikut. E megjithatë mbrëm, në një moment të papritur, sinqeriteti, Egli pranoi një të vërtetë që ndoshta e kishte mbajtur brenda me ditë të tëra. 2 ditët e fundit më kanë bërë të kuptoj që jashtë nuk do të jemi bashkë. Tha ajo me një qetësi të dhimbshme që rëndoi më shumë se çdo lot, ndërsa gjesti me shakan e tij tha që për këtë fjalë që the unë 1 vjet kam për me të mbajt. Me këto fjalë ajo hodhi dritë mbi një realitet që shpesh mbulohet nga emocionet e përkohshme të formatit. Jo çdo ndjenjë që lind brenda 4 mureve të Big Brotherit ka forcën për të mbijetuar jashtë tyre. Në përgjigjen që i dha Nevina Shtyllës, Egli nuk foli si një lojtare, por si një vajzë e ndjeshme që po përpiqet të pranojë ndryshimin e ndjenjave. Ajo pranoi se diçka ka ndryshuar, jo ndoshta për mungesë ndjenjash, por për mungesë të besimit. Një element thelbësor që mban gjallë çdo marrëdhënie, sidomos kur kjo ka nisur në kushte kaq të jashtëzakonshme. Për shumë prej nesh që kemi ndjekur çdo moment të lidhjes së tyre, këto fjalë ishin befasuese. Nuk ishte thjesht një deklarat, ishte një ndarje simbolike e zemrës nga iluzioni. Ajo e pranoi me dinjitet se ajo që dikur e kishte parë si një rrugë drejt së ardhmes, ndoshta ishte thjesht një kapitull që duhej të mbyllej brenda këtij formati. Nuk është e lehtë të dashurosh në sytë e publikut. Çdo përqafim analizohet, çdo buzëqeshje komentohet, çdo heshtje interpretohet. Nën këtë presion, shumë ndjenja deformohen dhe shumë premtime bëhen për të mbijetuar në lojë, jo për të mbijetuar në jetë. Egli zgjodhi të mos mbante më një iluzion për hir të lojës. Zgjodhi të jetë sinqert, jo vetëm me publikun, por edhe me veten. Ndoshta ky është fundi një historie që nisi si prallë, por ndoshta është fillimi i rritjes personale për të dy. Për gjestin kjo deklarat mund të ketë qenë një goditje e papritur, por edhe një ftesë për reflektim, sepse dashuria nuk është vetëm ajo që ndodh përpara kamerave, është ajo që mbijeton në heshtjen e përditshme, në përballjen me realitetin, në sfida që nuk kanë vota, por kanë vendime të përhershme. Mbrëmja e djeshme na kujtoi se Big Brother është më shumë se një lojë, është një pasqyrë e ndjenjave njerëzore ku ndonjëherë dashuria lind si djarr, por shuhet si hije. Egli nuk dha një fund, por një fillim të ri për veten, dhe në këtë fillim ajo zgjodhi të mos gënjej as për të, as për të tjerët, por as për veten. Do me thënë, Egli
natën e mbrëmshme, pas pyetjes që në fakt i bëri Nevina, e la të kuptueshme që marrëdhënia e saj me Gjestin nuk do të jetë një marrëdhënie e vazhdueshme jashtë shtëpisë së Big Brotherit. Por unë dyshoj që Gjesti do ta mbyll këtë marrëdhënie. Unë shoh një lloj sinqeriteti në sytë e Gjestit, shoh një lloj dashurie të vërtetë për Eglin dhe do ta komentoj në videon tjetër që Gjesti dhe Egli pa marrë parasysh se mbrëm se si u përshkruajt nga ana e Eglit kjo gjëja. Gjesti sot veproi ndryshe, por edhe Egli sot veproi ndryshe. Unë nuk e shoh këtë marrëdhënie të dështuar jashtë, unë e shoh një marrëdhënie shumë të fortë, unë e shoh një marrëdhënie të mbajtur fort në binar edhe për të ecur përpara, sepse mendoj që të dy janë nuba dhe që të dy i duhen njëri tjetrit në forma të ndryshme të lojës. Dua mendimin tuaj.